Dimri këtij viti ka sjellë vështirësi për blegtorët në zonën e Liboovës, duke rënduar ndjeshëm kostot dhe përkujdesje ndaj bagëtive. Temperaturat e ulta dhe kushtet e vështira atmosferike kanë shtuar shpenzimet për ushqim dhe mirëmbajtje, duke e bërë sezonin sfidues për shumë fermerë të zonës. Vangel Lici nga fshati Su i bashkisë Liboov, i cili prej vitesh merret me blegtori, kujdeset aktualisht për rreth 400 krerë të imta. Ai shprehet se ky dimër ka qenë ndër më të vështirët. Shumë i vështirë ka qenë dimri. Dimri është i egër dhe si vjetë ka bën shumë dimër. Nuk kullot u i grashdojmë, brënda nuk kullot i mbajmë. Po të tëra vaksinat e të tëra ja u bëjmë. Tani këtë e tutje të shumë si do bëj dhe koha, se koha bën shumë e vështirë. Edhe blegtoria ka vështirësi. Sa të imta keni ju tani? U kam afro të 400. Lici thekson se edhe pse i tregton produktet që nxjerr nga blegtoria, çmimi në treg mbetet tepër i ulët dhe nuk përballon kostot reale të punës dhe ushqimit. Në përbagjo. Po nuk ka çmim, çmimin i duan dhe qumshin e duan poshtë e të tëra. Po është vështirë, si s'është vështirë. Mish, djath, qumësht. Mira është të zgjerohen të bësh numër, po s'ka forca punëtore. Si ja bëni për punë? Me të keq. U bani vetë gjatë gjithë vitit? Vetë. Megjithatë, ai tregon se ka dëshirë ta zgjerojë më tej aktivitetin dhe të shtojë numrin e krerëve, por mungesa e fuqisë punëtore e bën të hezitojë. Sipas tij, pa mbështetje dhe pa krah pune, zhvillimi i mëtejshëm i blegtorisë në zonë mbetet një sfidë e hapur.